Tani shkojmë dhe zbulojmë se ku e kemi afër ditën. Kolegën ton thash sot kafja saj dhe ndonjë ëmbëlsirë na zbuloj vet ajo, do të shijohet me disa të ftuar shumë interesant. Afërdita si je? Nuk e kemi ende. Do të mundohemi të më thonë më pas regjia kur ta kemi gati. Nëse na dëgjon. Nuk e kemi ende. Okej. Më tregoni më pas regjia çfarë ka ndodhur, e kemi afërditën, komunikoni në fillim me fare me të që të jetë në rregull linja, më pas ta sjellim të mos e mbajmë. E kemi tani. Afërdita, përshëndetje. Mirëmëngjesi, urime festa. Maxi dhe Dardan. Faleminderit dhe isha duke thënë Maxi dhe Dardan. Mirëmëngjesi dhe urime festa gjithë shikuesve tanë, ekipit realizues të programit për ditë të mbar. Dhe sot jam në një mjedis të jashtëzakonshëm. Jam tek Brigada Zjarfikësve të Prishtinës, të cilët janë miq tanë, dhe sot kemi ardhur që këtë paraditë ja kalojmë bashkë, të pimë kafen e mëngjesit. Kemi, me që është festë dhe ëmbëlsirat janë simbolika e festave, nuk kemi baklava me veti, por kemi marrë një tort për të pirë kafen bashkë me pjesëtarët e Brigadës së Zjarfikësave të Prishtinës, të cilët mund të kenë qelluar këtu. Përveç kryesorit, drejtuesit të kësaj brigade, Mal Gashi, i cili sot e ka ditë pushimi, askush tjetër nuk e din. Ne kemi ardhur këtu dhe përshëndetje të gjithëve. Urime Fitër Bajrami. Dhe mbase na pranoni në konakun tuaj për të ndarë këtë mëngjes së bashku. Kemi një ëmbëlsirë të vogël për juve, ta lëm këtu që më pas të pim kafe bashk dhe sigurisht do të shoqërohemi me shumë rrëfime të gjithë këtyre antarëve të Brigadës së Zjarfikësave të Prishtinës, të cilët sot janë këtu duke kujdestaruar sigurisht, duke qenë të gatshëm që nëse ndodh e dhash Zoti mos ndodh diçka për t'i marrë në telefon e për të shkuar për t'ju dalur në ndihmë. Kështu që jam e lumtur që sot jam në mesin tuaj. Dhe nëse na lejoni do të ulim, rahatohemi e më pas edhe do të bisedojmë, kështu që janë duke na ndjekur sigurisht gjithë shikuesit tanë, po besoj shumë që dhe familjet e juaja. Dhe mund të më thuash emrin dhe mbiemrin tuaj që më pas të vazhdojmë edhe bashkë bisedimin bashkë. Berisha dhe Skuadra. Pra, fillimisht bisedën do ta zhvilloj me zotin Nehat, e më pas do të vazhdojmë bëjmë biseda dhe më të tjerë, aq sa kemi minutazh në dispozicion. Sigurisht jo të gjithë mund të flasin sepse minutat janë të kufizuar, por mbase Nehati mund na përshkruaj gjithë atë që do ta diskutojmë sot. Pra sot kemi ardhur pim kafe bashk, të ëmbëlsohemi me një ëmbëlsirë dhe të kuptojmë se si kalojnë festat, duke qenë në vendin e punës, larg familjes. Fillimisht faleminderit për vizitën dhe gjithë besimtarëve ju urojmë festën e Fitër Bajramit. Ndërsa sa për këtë pjesës të orarit është një ditë e rëndom pune. Kryesisht një pjesë e aktiviteteve i zvoglojmë për shkak të festës, përveç atyre që do të mjë përgjigjë thirrjeve për intervenim. Orari i punës Zjarfikësave çdo ditë është i njëjtë, punohet 24 orë në ditë, 7 ditë javës, 365 ditë vit. Dhe sot pra, sa prej jush jeni duke kujdestaruar? Sot në këtë baza është ky stacioni ku keni ardhur, punojmë 13 vjet, 13 Zjarfikëse. Dhe po që nevoja sigurisht i thrisni edhe të tjerë. Çdo herë të gatshëm për të intervenuar. Dhe sigurisht që nuk është hera e parë që të ka ndodhur ty e edhe të tjerëve që tjeni në vendin e punës kur ka festa, si që janë festa, në këtë rast, festa Fitër Bajramit, pastaj ndrimi motmoteve e festat e tjera. Dhe
Të vjen keq ndonjëherë për familjen, apo familja kërkon që, apo ndihet keq që ju duhet të kaloni këto ditë të veçanta në vendin e punës, apo tashmë jeni mësuar të dy palët, edhe ju edhe familja? Po, marrët e përmena se orari i punës zjarë fiksave është 24 orësh. Normal ndrimi jonë punon 12 orë sot, pastaj 12 orë nesër natën. Dhe kur do që i bie dita e punës, qëllon fest ose jo, na do t'jem në vend punës, për shkak se kem marrë obligim me kontratë, për mjë gjenë qytetarëve atër kur ata ka nevojë. Me qenë se qëndroni ka gjatë në vendin e punës tuaj, pra në brigadën e zjarë fiksave të Prishtinës, sigurisht që e konsideroni edhe vetën si familje ndërmjet vete. Një pjesë të madhe të jetës e kalojmë së bashku, është nëse llogaritëm, diku 1/3 e jetës është bashkë me këta kolegë punës. Dërsa nuk ma the se si reagojnë familja kur të duhet vish në punë, veçanërisht në ditët e veçanta. Tash më jenë mësu. Kur kam 24 vjetë përvoj punë dhe jenë mësu me mund, është tek ta trit kanë më mësu familjet e tyna me këtë rutinë, po besoj që kretë normal është, proces normal i jetës. Në fillim kur ki filluar punosh pra në brigadën e zjarë fiksave dhe kur të është dashur të kesh punë me orar, por edhe pa orare, me orar të stërgjatur, edhe në ditët e festës, je ndirë ndonjëherë keq, ke thënë pishman që kam zgjedhur të jem zjarë fikës, apo kjo s'ka ndodhur asnjëherë? Puna këtu ka qenë diçka kriter rastit. Të thotë nuk ka qenë një pasion jemi për punën, po mas ne adaptohesh me gjithçka, me orarin, me mundin që e bën intervenime, me kushtet e punës, me kushtet e modit jashtë, me gjithçka adaptohesh. Që çdo herë i gatshëm veç me dhonë për ata dhe çka i thirrur shërbimin për qytetar. Dërsa të krijojmë pak edhe në krahun tim tjetër, pra të shohim në krahun tim të majt, e të shohim kë e kam këto afër dhe të marrim edhe të shkëputim pra edhe një rrëfim të shkurtër. Me kë po bisedojmë, të lutem? Jam Rustem Muka, jam zëvendësi i udhëheqësit skuadrës. Këtë punë punoj që 23 vite. Pak a shumë nga përvoja qenë keni si afër. Afërsisht një vetë e diçka 2 i kem dallim prej udhëheqësit skuadrës. Dhe para se të vija këtu, kolegu im më porositi t'i pyesësh ta zjarë fiksat nëse në këto ditë festa, veçanërisht siç është Bajrami, kemi shumë ëmbëlsira për rreth. E teproni me ushqime, veçanërisht me ëmbëlsira apo jo? Jo, për shkak të profesionit na edhe mënohem me kon pak më vital, sepse profesioni kërkon me kon më i angazhuar fizikisht, mirë po dorën zemër Bajramit suni ikum kanë herë me ëmbëlsira, e prishum këtë rutinë në zakonshme. Dërsa zakonisht këtu, si festohet në këtë rast me që jemi në festën e Fitër Bajramit, sepse dikush nga jo sigurisht që ka punuar edhe dje dhe sot është dita e dytë, por dje ka qenë dita e parë, dita më e rëndësishme e kësaj feste, por megjithatë dikush është dashur të jetë në vendin e punës. Po, si që tha edhe shefi, është një ditë e zakonshme e punës tonë, mirë po ne mënohem me festu, me pas një atmosferë feste edhe pse jem në orarët punës, edhe angazhohemi disi edhe e festojmë edhe ne në atë formën tonë, anë pse nuk jem në familje tonë, edhe i mungojmë aty edhe normale është me mungu familjeve tonë, mirë po edhe këtu mundohem me pas një harmoni fetare, po menoj feste në mesin tonë. Dhe përveç festave që janë tradicionale, po ditëlindjet, ditët e veçanta, fejesat, martesat, kur të kthehen, qirasen, shokët. Patjetër, secili që Kërdohet gjithçka. Patjetër, secili që ka prej neve një festë caktuar me qoftë vetën, qoftë familjes, festojmë gjithë bashkë dhe jurojmë për gjithë festë. Sigurisht që profesioni juaj pra është gjithmonë të shpëtoni jetë, shpëtoni diçka, të shpëtoni një vend banim, të shpëtoni edhe kafshë, do më thonë, jeni shpëtimtar dhe si ju bën të ndiheni kjo ndjenja kur shpëtoni dikë? Kjo është pjesa më e rëndësishme e jonja. Do më thonë, shumë herë nëpër media kërkojmë për beneficionet tona më të avancume, mirë po kur është në pyetje që i ndihmojmë qytetarëve, qoftë me shpëtu jetën, pasunitë e tyre, qoftë edhe me mbrojtë ambientin, është ndjenja më e mirë të jeshtë zjarë fiks. Domethënë pas ta përfundojsh një operacion edhe e kupton se ke shpëtuar diçka, atëherë e vërteton se
nuk ja vlen as të diskutosh për çfarë do lloj të ardhurash që kemi, po e rëndësishme është që ajo pjesa humane është shumë e theksuar tek ne, edhe ndihem jashtëzakonisht shumë mirë. Rreziku sigurisht që është i jashtëzakonshëm në shumicën e rasteve dhe mendoni ndonjëherë dy herë për të bërë një veprim të caktuar për të shpëtuar dikë apo në ato momente e harroni veten? Ne jemi edhe zjarr fiksa profesionist dhe fal trajnimeve dhe angazhimeve tona, kushtimisht po them edhe e kem arrit atë profesionalizmin në detyrat që i bojmë. Mirë po shpeshherë rrezikojmë jashtëzakonisht shumë jetët tona për të shpëtuar dikën tjetër. Mirë po gjithmonë shkojmë në atë aspektin profesional të veprimit. Ne këtu shohim pra edhe të tjerë të cilët dëgjojnë me vëmendje atë çfarë po e thoni ju, por të rinjët kur vinë, cila është hezitimi tyre, brenga tyre, këshillat që kërkojnë nga ju që keni një përvojë më të madhe? Po sigurisht gjithë ata zjarrfeks tash që kanë ardhur në grup i ri, ata normalisht kërkojnë për përvojave tona me nda me ta, për shkak se akoma nuk e njohin mirë profesionin, pavarësisht se i kryjnë disa trajnime bazike, qoftë edhe profesionale, mirë po përvoja jonë ju jep atyne me kuptu sakt çka vërtet është ky profesion, edhe ne gjithmonë mundohemi me transmetu tek ta atë gjën më të rëndësishme, atë anën humane tonën, sepse ja vlen të jesh në zjarrfiks, ja vlen të sakrifikosh shumë për qytetarët tonë, për shkak se në momentin kur goditet nga ndonjë fatkeqësi popullata, ata kanë nevojë për një ndihmë dikush, edhe në këtë rast ata edhe zjarrfiksat e ri do ta kuptojnë se ky profesion është jashtëzakonisht i rëndësishëm në ato momente kur dikush ka nevojë për to. Por familjet, gjithmonë kur ju përcjellin për në punë, sigurisht e kanë atë dron apo e kanë brengën që mund të keni gjatë ditës një thirrje e cila mund t'ju kushtoj edhe me jetë, lëndime etj. Cilat janë uratat e vazhdueshme që ju japin në familje? Gjatë operacione kur i kem na dhe kur hasin nëpër media që ka një rast, edhe është kushtimisht po tham sfidues për neve, ata kanë një dro për neve, sepse normale ndjejnë ata afërsinë që jenë familjar tyne, mirë po kur i informojmë që e kem arrit këtë sukses ose e kem shpëtu qoftë një jetë njëri, qoftë një pasuni dikujna, sigurisht edhe ata pastaj kanë ndjenja pozitive dhe kanë atë krenarin për neve që jemi zjarrfiksa. Pas çdo misioni apo një shpëtimi, një ngjarje që ka ndodhur dhe familjarët mund të jenë alarmuar, cili është personi i parë që merr në telefon dhe i thua se jam shëndosh i mirë? Po sigurisht ata që jemi të lidhur shumë emocionalisht me ta, janë prindërit, janë bashkëshortet tona, fëmijët tonë, pastaj edhe familja e gjerë, mirë, po kushtimisht do tham çdo lloj operacioni që e kemi që është sfidues për neve, kurdo që ne përfundojmë operacionin, përkujdesim edhe ne për familjarët tonë dhe ju tregojmë që në rregull jemi çdo gjë është. Ja uratuar zemrën. Patjetër. Derisa dua të kthehem prapë edhe në krahun tim të gjatë, pyetja është e njëjtë. Kush është personi që ju e merrni në telefon pas një operacioni, qoftë pak më sfidues apo edhe shumë sfidues? Forse është e njëjtë, për shkak se Njëri na thuaj se s'mund t'i thresni të gjithë. prind, gruaja, fëmia, njëjtë është për shkak se ambienti është i tillë, familja është e tillë, e kriju me njëjtë. Por ju ka ndodhur që të mos ktheheni më shumë se sa një ditë në shtëpi për shkak operacioneve të ndryshme, ngjarjeve që kanë ndodhur dhe u është dashur të qëndroni më shumë se sa 12 orë në detyrë? Po, kem pas edhe orar tjetër, punës kem punu dhe ka 24 orë, ka ndodhur që 48 orë nuk kemi shumë shtëpi. Dhe kur të shkoni, jeni të raskapitur apo merrni energji prej atyre operacioneve që shpëtoni apo janë të suksesshme i konsideroni? Po, kur ti kryen një operacion tillë dhe si shpërblim merr atë vullnetin që ta ka dhënë si kthem puna që ti e ke kryer, atëherë është një moral i ngritur lart për atë që ti e ke bërë më herët. Pra, kolegu tuaj i thash se cilat janë uratat që i merr nga familja, apo cilat janë uratat që i merrni nga qytetarët, të cilët dhe u vini në ndihmë? Qytetar falenderues, mirënjohës, përshëndesin çdo herë kur shohin, që ata të marrin mend
si njeri si profesionist që ke vepru aty, dhe çdo herë jam falënderues. Kujtohet diçka e jashtëzakonshme që të ka ndodhur gjatë punës sate 25 vjeçare e që nuk do të harrosh kurrë? Po raste të tilla ka shumë, zakonshëm nuk i publikojmë për shkak privatësisë, po ka raste të tilla shumë. Po si ngjarje për shembull, ti të përmendim emra të përveçëm, po si ngjarje që ty të ka bërë të ndihesh edhe i lumtur që mbase ke arritur të shpëtosh apo kur flasim për raste të tilla, kryesisht flasim për jetë njerëzish, edhe raste të tilla kur kem shpëtuar jetë njerëzish ka të shumta. Ndoshta për momentin s'mund ta veçoj ndonjëherë, megjithëse secila është e veçantë për llojin ose tipin e vet. Ndërsa ju vini ndihmë edhe qyteteve tjera, pa brigadave tjera, dhe me kë ju ka rënë të bashkëpunoni më shumë apo tu vini në ndihmë, cilave brigada të zjarfikësve në Kosovë? Kryesisht bashkëpunimet i kemë me shërbimin e zjarfikës që ka janë në afërsi të qytetit Prishtinës, po ka pas raste të tilla edhe kur kemi shkuar në Mitrovicë. Dhe kur bie telefoni për të thirrur qytetarë për të ndihmuar, cila është ajo ndjenja që kur e ndëgjoni telefonin, çfarë thoni, si bëhet ai mobilizimi të gjithëve? Po, ti mund të vesh në punë me një lodhje të madhe, stërlodhje, për shkak se na kryesisht krejt gjithë jem familjar, edhe kemi obligime tjera edhe përveç punës që kemi, edhe gjatë rrugës kur vjen thotë kish mos më ndodh as edhe një gjë për shkak të lodhjes që ti nin. Edhe në momentin që bie zilja ose informata për një rast, adrenalina ngritet nivelin maksimal, sa që ma nuk e nje vetë në kush je. A isha që a i lodhni më herët apo jo? Do të bëj fason vetë Po, me ngritin adrenalin. Po, ajo është e vërtet, ma nuk e nje vetë në kush je. Edhe pse do të doja të flisja me të gjithë, por edhe kushtet teknike nuk na lejojnë, por edhe sikur ja kanë besuar, sikur se udhëheqjen, mbase edhe për t'i përfaqësuar në atë që thonë. Pra, zoti Natat e tha që uratat nga familja janë të mira, nga qytetarët e thatë ju, por diçka shumë e veçantë që të kujtohet, e që vlen ta përmendet edhe mund ta përmendesh sot. Ne kemi raste të ndryshme dhe jem të lidhur emocionalisht shumë me secilin rast veç dhe zakonisht preferoj na mos me i përmend shumë rastet për shkak se mund që për shembull nuk pas një rast në komunën e Fshkosovës kur një qytetar fal operacionit tonë sa djeton, nuk du me përmend as vendin as atë zotin mirë, po është një rast që pas operacionit tonë e kom shpërthy në vaj që e kom mendu që vërtet ja vlen që jem zjarfiksa dhe mendoj që këtë ndjenjë kanë edhe qytetarët sepse kanë një respekt jashtëzakonshëm për neve. Dhe jo vetëm kur jeni në detyrë apo në uniformë, por mbasi u mbajnë mend fytyrat edhe kur jeni civil. Dhe ju ka ndodhur që t'ju takojnë, t'ju falenderojnë në një kafeteri, restorant apo qoftë edhe në qytet, edhe të shprehin mirënjohjen e tyre për punën që e bëni? Po patjetër, ne nuk jemi shefun, jem pjesë që do të dalim prej qytetarëve, jem pjesë e familjeve tona dhe tyne, edhe sigurisht kurdo që të na shohin pas një operacioni të suksesshëm gjithmonë na falenderojnë, kanë një ndjenjë të mirë për neve, kryesisht kemi një respekt edhe tek fëmijët për shkak se kanë dëshirë shumë me pa këtë profesion, na vizitojnë shkollat ndryshme edhe kur jem na jashtë detyrës zyrtare gjithmonë e kanë një target kur shohin thonë që ky Adi zjarfeks e tjera domthonë tek qytetarët është një respekt i jashtëzakonshëm për këtë profesion. Dhe ju të rralla i keni vizitat nga fëmijët, veçanërisht nga shkollat, institucionet parashkollore dhe shumë shpesh e kam përjetuar edhe unë, krijohet një atmosferë shumë e mirë. Është një profesion atraktiv për fëmijët edhe besoj që është shumë e vërtet kur vinë ata edhe kur na e kthejnë informatën kthyese se çu kanë kaluar në këtë institucion, shumë herë na thonë që kena kalu shumë më mirë se në shumë institucione tjera që vizitojmë për shkak se vërtet është shumë atraktiv edhe ne mundohemi me ja transmetuar atë sinqeritetin ton edhe atë anën ton shumë humane që na veçijmë për ta. A mund të themi që zjarfiksat janë persona më empatik se sa ne të tjerët?
Veç kanë zgjedhur të shpëtojnë jetë, bëjnë këtë profesion që është me rrezikshmëri. Se di, kjo ndjenjë duhet merret, ky informacion do të merret tek qytetarët se sa jemi na empatik, mirë po vërtet na gëzojmë një respekt jashtëzakonshëm shoqëni. Një përjashtime kësha bon, se institucioni kësha bo thirrje përmes kamerës të me pas një angazhim më madh. Nuk është që s'na dojnë ata, mirë po me vlerësu shumë ma shumë si profesion. Mendoj që nashta edhe vlerësojnë, mirë po dash zoti që plotësohen do kushte shumë më të mira për këtë profesion, sepse na po flasëm për Prishtinë, mirë po unë e vizitoj edhe qytetet tjera, sepse e duket profesion edhe jashtë detyrës zyrtare, edhe shoh që shumë stacione tjera në shtetet, po kushtimisht po thamë më të vogla, i kanë kushtet pak më të vështira për operacione. Sigurisht, jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit, kur ndodhin fatkeqësi edhe natyrore apo edhe nga të nxitura nga vetë individët, si reagoni kur e shihni si informacion, kur e ndëgjoni? Secilin rast ne e shohim ka ona profesionale, domethënë edhe në aspektin human, mirë po secili rast që ndodh kudo nëpër botë, sa i përket fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera që i prekin njerëzit, ne nuk ndihemi mirë edhe kushtimisht tash që ndodhen internet në Tajland, nëse s'gaboj, dyqysh sikur dënë edhe ti me kanë pjesë aty në ekipe operacionale për më ndihmu aty në njerëzve, sepse pavarësisht pse na jena distancë shumë të lartë me kilometra, po e ndjen veten sikur je në operacion, se e sheh çdo detaj edhe ki dëshirë shumë me ndihmu qytetarët. Pra reagon nga shtëpia me ndjenja. Një reagim emocional, një reagim bazuar në ndjenjat tua të brendshme, dyqysh e përjeton edhe pse ti e pa në ekranin televiziv, ti thu aty shakon edhe në pjesë operacionit, ju ndihmoj sado pak dikujna që ta përballoj këtë fakt. Nëse themi ja ka mjaftueshëm zjarfikës sa në këtë brigadë, por edhe në Kosovë, sigurisht që do të thoje jo, por... Jo, patjetër edhe një jo e madhe, ani pse na kanë ardhur në gjenerate e re tash e u fresku pak njësia, mirë po në raport me standardin e banorëve jem bukur larg. Dhe këta trit si e përjetua në fillim ardhjen e tyre, sepse keni qenë një grup mbase pak më i vjetër, jeni njohur më shumë, keni krijuar një farë familje të vogël mes vete, por kur kanë ardhur anëtarë të ri, si u gjendën ata në mesin tuaj? Tash është java e tretë e tyne dhe po më duket janë bërë pjesë e familjes tonë. Këta na kanë prunë një freski, një energji të re, ne po mundohem ja jap anën praktike profesionale, edhe po më duket që po nxjinem shumë mirë, edhe jem shumë të kënaqur që janë në mesin tonë. Në familje ju gjithmonë ka qenë mirë t'jesh i vogli, se të kanë ngarku me detyra, apo i ngarkoni këta, apo... Jo, edhe kur kanë ardhur qysh javën e parë, na tregu se tash jeni pjesë e jona, jeni pjesë e kësaj shtëpie, jemi të barabartë gjithë. Ne kemi marrë mësime prej juve për shkak se tash rinia me teknologji informative është jashtëzakonisht e zhvilluar, edhe ne kemi ofruar atë aspektin profesional donin, edhe po më duket se e kanë kuptuar ato dhe as nuk jem të ngarku ata, po jem të shku proporcional na me ta dhe po bëhem kadal një grup i homogenizuar kështu jashtëzakonisht mirë. Sigurisht edhe këta duke ju parë juve marrin vullnet dhe guxim, sepse është profesion i guximshëm, por rëndom në brigadat e zjarfiksëve, vajzat i kemi të përjashtuar. Pse? Nuk di, asnjëherë nuk e kam analizuar dhe si arsye, po sigurisht është aspekti fizik, për shkak se nuk arrin mjaftueshëm sa një mashkull. Apo i bie që profesioni zjarfiksit është më i vështirë se ushtria dhe policia, sepse aty shohim vajza, gra. Tani nuk kam qenë asnjëherë pjesë e shërbimeve tjera, po si profesion është mjaft i rëndë, qoftë fizik, qoftë emocional, dyja të ndërlidhura. Për shkak se fizikisht do të mi bajt do të isha pak më të trasha se sa normale, cilat ngrisin pak temperaturë brenda vetës, pastaj në një pjesë ku ka temperaturë të lartë për shkak të zjarrit që ka ndodhur. Pra ka ngarkesa edhe fizike edhe emocionale, edhe psiqike edhe emocionale dhe gjithat bashkarisht. Tani si profesion nështë ka pjesë ku muj me qenë aktive,
gjinia femrore, mirë po si kërkesë nuk ka qenë deri tash. A mbase të duhet pak edhe të promovohej spaku në ato hapësira ku vlerësohet që edhe gratë dhe vajzat mund t'ja dalin fort në këtë profesion? Bashkarisht muj me bëjë gjithçka për profesionin, edhe si pjesë ndihmëse e jona kish me qenë ndoshta edhe ide e mirë për të ardhmen. Ndërsa unë kthehem nga studio të shohim nëse kolegët e mi Dardani dhe Maxi kanë pyetje për antarët e brigadës së zjarr fiksave të Prishtinës. E në fakt isha duke të shkruar që ke edhe 3 minuta kohë për para lajmeve, por çfarë rregulli duhet të dim, do kemi parasysh për dikën që don të bëhet zjarfikës? Rregulli kryesor ose nuk e di. Apro tri arsyet kryesore. Okej, do të pyes. Kolegu im pyet thotë cilat janë kushtet apo 3 rregullat kryesore t'i marrin për bazë ata që dëshirojnë të bëhen zjarfikës. Fillimisht do të jenë përgatitur, për shkak se e tha edhe Neati që është një profesion që don përkushtim edhe angazhim fizik. Duhet me dash jashtëzakonisht profesionin, sigurisht se secilin profesion që don me marr duhet me dash shumë, edhe me qenë shumë i kujdesshëm. Mund themi që këto janë 3 kriteret kryesore apo ka edhe kritere të tjera që ta mundsojnë ose ta pamundësojnë pjesëmarrjen? Nëse flasim për kritere administrative, sigurisht janë ata shkollimi mesëm minimale, mosha e tjera, mirë po ne po ndërlidhën në aspektin human me profesionin, sepse për kritere administrative flasim vetë konkurset që janë parapame në administratën tonë shtetërore. Dhe a ka interesim për të bërë të rinjët zjarfikës? Ka interesim, mirë po kushtimisht po tham, ai promovimi jo në mediatek ndoshta pak i manget që cekte edhe ma herët, po i ban pak me hezitu edhe gjinin femnore, edhe ato mashkullore, po menoj që si profesion përderisa e dojnë, edhe kur fillon me u promovu pak ma shumë edhe me pas me kthy kryt edhe institucionet shtetërore ka ky shërbim, mendoj që ka pas interesim edhe më shumë, ani pse nuk është që s'ka interesim me qenë pjesë e këtij profesioni. Faleminderit shumë. Maxi mbasi tash mund të ndërpresim këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përndryshe të kuptojmë edhe kafen e pit me sheqer apo pa sheqer. I ke quara mbëlsira tyre. Kujdeseni për Pa sheqer mirë, po mendoj mesatarisht me sheqer. po juve? Pak, me mbëlsu. Po, pa mbëlsu zban. Faleminderit për vizitën, për krahjen e mbështetjen që na i bëni gjithashtu dhe faleminderit për na mbëlsirën. Po edhe në dishta më ta bëni pyetje ty se edhe ju punoni ditë festa. Qysh është profesioni ju në ditë festa? Për neve është atraktiv, shkëputja nga familja sigurisht që është pak më e vështirë, megjithatë ndonjëherë na kritikojnë, a bën me nejt të shtëpia ndonjëherë apo veç në punë. Por megjithatë e njëjta. Po ja dim njëri tjetrit pra se çfarë reagimi mund të kenë familjarët, por megjithatë ne jemi në shërbim të qytetarëve, sikur se zjarfikësit tash janë në shërbimin tonë. Kështu që po e bëjmë një punë të përbashkët për të sjellë tek qytetarët, tek shikuesit tanë të cilët janë sot në shtëpi, siç janë edhe familjet tuaja, të marrin informacione më të mëdha për shërbime të ndryshme dhe për njerëz të mrekullueshëm siç jeni ju. Faleminderit shumë për vizitë. Pra, s'kemi më shumë çka ta zgjasim, ne do të pim kafe së bashku sot, mos na pritni të kthehemi në kryerja për sot, edhe do të ëmbëlsohemi me këtë tortë të vogël, diçka shumë e vogël nga televizioni jon, pra Radio Televizioni 21, për zjarfikësit e Prishtinës, të cilët bëjnë punë të mrekullueshme, punë të madhe dhe gjithmonë janë bashkëpunëtorë të cilët asnjëherë nuk thonë jo kur u drejtohemi për të dhënë opinionin e tyre për secilën situatë, ngjarje apo edhe rrëfim të lirë e bashkëbisedim siç e patëm ne sot këtu. Përshëndetje edhe një shikuesit tanë edhe ju dy në studio. Faleminderit shumë Afrodita, natyrisht vazhdoni edhe bisedën dhe më duket kjo është kafja më interesante, duke pirë së bashku me këta në fakt që janë gjithmonë aty në çdo moment, ka fesat, nuk ka fesë, është mëngjes, drek apo është darkë apo është mesnat. Përshëndetje shumë dhe falenderoj nga ana jonë dhe uroj për punën e tyre shumë humane, fisnike dhe të mirë natyrisht që e bëjnë për të mirën të gjithëve.